Ky takim I dytë I nivelit lartë, organizuar nga Kuvendi I Shqipërisë, synon të adresoj zhvillimet në stacionin e ri ku ka mbritur procesi për thellimin e reformave për mirëqeverisjen, antikorrupsionin dhe sundimin e ligjit, I drejtuar nga Komisioni Posaçëm Parlamentar që kam nderin të kryesoj. Me takimin e mëparshëm më 11 dhjetor 2024 në këtë sallë, ne përmbyllëm fazën e parë të këtij procesi dhe prezantuam dokumentin analitik. Sot në këtë takim përmbyllim fazën e dytë të tij duke prezantuar draft planin kombëtar të veprimit, të hartuar nga grupi I ekspertëve të nivelit lartë, vendas e ndërkombëtar dhe sekretariati teknik pranë tij. Dokumenti analitik, një dokument prej rreth 700 faqesh dhe 18 kapitujsh, është I pari dokument I këtij lloji I hartuar tërësisht nga ekspertiza shqiptare, që ka synuar të analizojë situatën aktuale lidhur me 3 shtyllat: mirëqeverisjen, antikorrupsionin dhe sundimin e ligjit, të identifikojë gjetjet, progresin e bërë dhe problematikat që ndeshen në këto fushë. Një analizë që tregon përgjegjësi, kurajo dhe vullnet për të parë me sy vetë kritik situatën dhe për të rekomanduar zgjidhjet që synojnë një ritëm të ri përshpejtues drejt qëllimit ton ambicioz, Shqipëria 2030 në Bashkimin Evropian, përmes një cikli të ri reformas shtet ndërtuese për të qenë me merit pjesë e familjes së madhe evropiane. Draft plani kombëtar I veprimit për 3 shtyllat, së bashku përfshin 55 fusha tematike, me 253 masa specifike, nga të cilat propozohen 75 nisma ligjore dhe 178 masa institucionale, që do të prezantojnë gjerësisht në 3 panelet e dedikuara për secilën shtyllë, mirëqeverisjen, antikorrupsionin dhe sundimin e ligjit, që do të zhvillohen më pas në këto mjedise. Drafti I mbështetur fort në gjetjet e dokumentit analitik ka si kornizë udhërrëfyese rekomandimet dhe masat e dakorsuara me Bashkimin Evropian në kuadrin e angazhimeve të shtetit shqiptar në procesin e negociatave. Është një dokument I punuar nga grupi I ekspertëve të komisionit dhe I konsultuar gjerësisht çdo muaj me ekipin e negociatorëve shqiptar, me ekspertë të fushave respektive të institucioneve të pavarura, administratës publike, shoqërinë civile dhe grupet e interesit, si dhe I është nënshtruar ekspertizës së 38 konsulentëve të huaj, përfshi dhe disa nga institucionet e rëndësishme ndërkombëtare që do të jenë pjesë e debatit në 3 tryezat e sotme. Ka qenë një punë intensive, shumë e debatuar dhe me tryeza të shumta konsultimi në nivel qendror dhe lokal. Ndaj dëshiroj të adresoj një falënderim të veçantë për kolegët e mi deputet antar të Komisionit të Posaçëm dhe veçarisht për 3 relatorët e 3 shtyllave, përkatësisht zonjën Ekonomi, zonjën Gjonaj dhe zotin Gogu. Padyshim, falënderimi kryesor I shkon ekspertëve të grupit të ekspertëve të nivelit lartë, të angazhuar si përfaqësues të institucioneve dhe agjencive të pavarura, fakulteteve të drejtësisë dhe të ekonomisë të universiteteve publike dhe jo publike, organizatave të shoqërisë civile dhe atyre të komunitetit të biznesit, të cilat kanë ende pronësinë e këtij drafti në proces pune. Gjithashtu, dëshiroj të adresoj një falënderim të veçantë edhe për krye negociatorën e qeverisë shqiptare dhe ekipin e negociatorëve për qasjen konstruktive në këtë proces, për bashkëpunimin shumë të mirë me ekspertët dhe sidomos për kontributin e tyre për të mbajtur gjithë procesin, e sidomos ato që lidhen me rekomandime dhe zgjidhjet e propozuara në shinat e angazhimeve tona në kuadrin e procesit të integrimit në Bashkimin Evropian. Çështjet që lidhen me mirëqeverisjen, antikorrupsionin dhe sundimin e ligjit nuk mund të jenë ekskluzivitet I një institucioni apo funksioni të vetëm. Ato janë çështje komplekse që kërkojnë përfshirje të gjerë, janë çështje që kanë nevojë për koordinim dhe bashkëveprim dhe Kuvendi, komisionet e tij dhe vetë deputetët kanë një rol thelbësor për të vepruar përmes funksioneve të ligjbërjes dhe kompetencave për monitorimin, mbikëqyrjen dhe koordinimin. Është pjesë e detyrës sonë si deputet, e përgjegjësimisë sonë si përfaqësues të zgjedhësve, që të kujdesemi që qytetarët të kenë një qeverisje edhe më të mirë në të gjitha nivelet qendrore vendore, që shteti, zhvillimi social e ekonomik dhe vetë qytetarët të preken sa më pak të jetë mundur nga dukurit dhe sjelljet korruptive të administratës shtetërore, që shoqëria dhe institucionet të jenë shumë reaguese ndaj dukurive të korrupsionit dhe që sundimi I ligjit, barazia para ligjit, të drejtat dhe liritë e njeriut të jenë themeli I funksionimit të demokracisë dhe shtetit të së drejtës. Mbi këto qëllime të larta, 10 muaj më parë ne iniciuam një reformë që synon të konsolidojë arritjet në këto fusha, të
të adresoj problematika që ndeshen dhe kryesorja, të ofroj zgjidhje për të ecur përpara në këtë udhë. Synuam të mos qëndrojmë në vetëkënaqësinë e arritjeve të realizuara, por me kurajo dhe përgjegjësi të vetë reflektojmë për të ecur edhe më përpara, për të përmbushur detyrat që lidhen me procesin e integrimit të vendit, për të afruar sa më shpejt shansin e madh të antarësimit dhe kryesorja për të shfrytzuar të moment historik si shtatë dhe kryetarja për të vazhduar ciklin e reformave, shpirtin reformator, për të thelluar dhe më tej reformat shtet ndërtuese në 3 shtyllat, në 3 sfidat kyçe të zhvillimit dhe pritshmërisë të qytetarëve ndaj nesh siç janë mirëqeverisja, antikorrupsioni dhe sundimi i ligjit. Ky është procesi i dytë reformator i përmasave të tilla pas reformës në drejtësi dhe mbështetur në përvojën dhe arritjet e saj që iniciohet dhe zhvillohet në Parlamentin shqiptar. Një proces i mbështetur në 4 parime bazë: gjithëpërfshirjen, transparencën, profesionalizmin dhe standardet ndërkombëtare. I gjithë procesi i hartimit të akteve të miratuara nga ky komision është realizuar nga grupi i ekspertëve të nivelit lart, i përbërë nga përfaqësues të propozuar nga vetë institucionet e pavarura, bota akademike, shoqëria civile, grupet e interesit dhe ato të biznesit. Rreth 69 ekspertë vendas, 18 ekspertë ndërkombëtar dhe si dhe 38 konsulentë të jashtëm të huaj dhe nga diaspora shqiptare janë përfshirë në këtë proces. Dokumenti analitik dhe plani kombëtar i veprimit janë produkt i kësaj ekspertize, si dhe një procesi konsultimi të gjerë publik, me rreth 11 tryeza publike tematike, 8 forume qytetare në qytetet e ndryshme të vendit, si dhe një numër të shumë tryezash konsultimi me profesionistë të fushës dhe institucionet publike. Dokumentat janë produkt edhe i rreth 369 dokumentave të konsultuara, vendase e ndërkombëtare, si dhe reflektim mbi 191 komente të ardhura nga procesi i konsultimit publik dhe konsulenca ndërkombëtare. Përmes publikimit të një buletini mujor dhe një faqe web të posaçme dedikuar veprimtarisë dhe produkteve të komisionit dhe grupit të ekspertëve, është synuar transparenca dhe informimi në kohë i publikut dhe grupeve të interesit. Një proces që do të vazhdoj me të njëjtin përkushtim dhe të njëjta standarde edhe në muajt në vijim, me përmbylljen e plot të këtij procesi në përputhje me rezolutën e Kuvendit të Shqipërisë. Ne jemi duke dëshmuar edhe përmes këtij procesi disa të vërteta të thjeshta, por gjykoj tejet të rëndësishme dhe mjaft domethënëse. Së pari, antarësimi në Bashkimin Evropian për ne mbetet një ambicie e fortë, një objektiv strategjik kombëtar që gëzon mbështetje të lartë qytetare. Ashtu si shprehet edhe kryeministri Rama, antarësimi ynë në Bashkimin Evropian, bashkimi me atë familje të madhe është një çështje ekzistenciale. E me këtë ambicie ekzistenciale jemi duke punuar fort, shumë fort për të mundësuar Shqipërinë 2030 në Bashkimin Evropian. Edhe kjo reformë, si edhe reforma në drejtësi dhe shumë reforma të tjera të ndërmarra në këto vite, janë prova më e mirë e ambicies son për përmbushjen plotësisht dhe në një kohë sa më të afërt të kushteve për antarësim, për të qenë pjesë e familjes së madhe evropiane, vlerat e së cilës po bëhen edhe më të rëndësishme në me zhvillimet e fundit që bota po ndeshet. Së dyti, ne duam antarësimin në Bashkimin Evropian, por duke dëshiruar dhe luftuar fort për hyrjen me merit në të, përmes reformimit të shtetit, të institucioneve të tij. Ne duam antarësimin në Bashkimin Evropian, sepse duam Shqipërinë dhe shqiptarët, mishërimin në kulturën dhe qasjen e tyre të vlerave dhe standardeve më të mira evropiane. Ndaj dhe kjo reformë, ashtu si kundër vepruam edhe me reformën në drejtësi, plotësisht me nismën dhe vullnetin ton, synon pikërisht ta shndroj këtë mundësi në një reformim të mëtejshëm të 3 pushteteve, të shtetit dhe institucioneve të tij, fokusuar në 3 sfidat kyçe: mirëqeverisjen, antikorrupsionin dhe sundimin e ligjit. Së treti, ky proces reformimi dëshmon gjithashtu se ne kemi vizionin dhe aftësinë të ecim vetë përpara, duke respektuar dhe konsoliduar progresin e bërë, duke reflektuar mbi gabimet dhe me ambicie të fortë të synojmë për më shumë dhe për më mirë. Një ndër 3 shtyllat ku ne jemi fokusuar në këtë reformë lidhet me çështjet antikorrupsion. Të vetëdijshëm se me gjithë hapat pozitive të hedhura në këto vite, në shumë aspekte, korrupsioni mbetet edhe një problem shqetësues,
një fenomen që pengon progresin ekonomik dhe social, frenon rritjen e investimeve të uaja, gryen demokracinë dhe shtetin e së drejtës. Hapa të mëdha janë hedhur nga kufizimi i mundësive për korupcion në shërbimet administrative dhe deri te ndëshkimi i korupcionit të madh përmes institucioneve të reja të posaçme që ne parashikuam dhe ndërtuam me reformën në drejtësi. Në fokus të këtij dokumenti analitik dhe planit të veprimit është parandalimi përmes forcimit të institucioneve përkatëse përgjegjëse në këtë fushë, se si ti bëjmë strukturat e tyre shumë eficiente se deri më sot, se si ato të bashkërendojnë dhe koordinojnë më mirë midis tyre dhe më kryesorja, se si ti përsosim mekanizmat e mbikëqyrjes dhe kontrollit ndaj tyre për t'i mbajtur ato të përgjegjshme, eficiente dhe llogaridhënëse në funksion të ndëshkimit, por para së gjithash të parandalimit. Një shoqëri e shëndetshme nuk matet se sa individ shkojnë në dyert e burgut, por me aftësinë reaguese për të parandaluar ndëshkimin penal, për të pasur më pak korrupsion dhe individ të korruptuar. Së katërti, në qendër të këtij procesi reformues ishte dhe mbetet Kuvendi, roli dhe funksioni i tij kushtetues, edhe si një reflektim i drejt për drejt ndaj rekomandimeve të Bashkimit Evropian. Ky draft plan veprimi synon të nxjisë një rol shumë proaktiv të Kuvendit, të rrisë përgjegjësinë dhe përgjegjshmërinë e tij në përmbushjen e sfidave të mëdha të integrimit dhe reformimit të mëtejshëm të vendit. Kam bindjen se me këtë dokument merr përgjigjen e duhur dhe ai skepticizëm apo hezitim i ndeshur në debatet e zhvilluara që në gjykimin tim e kanë bazën te kuptimi i gabuar që kanë për ndarjen e tre pushteteve dhe rëndësinë e veprimit midis tyre, dhe sidomos për rolin thelbësor që ka Kuvendi në këtë proces. Shqipëria është republikë parlamentare dhe Kuvendi është mbajtës i vullnetit të popullit, shprehës dhe përfaqësues i interesave të të gjithë qytetarëve. Fakti është që shumë nuk e shohin kështu Kuvendin tonë. Sondazhet këtë e dëshmojnë. Kuvendi nuk është dhe nuk duhet të jetë ajo që qytetarët shohin shpesh në seancat plenare, kur mbizotron konflikti politik dhe shërnaja politike. Krahas një sër përpjekjesh të tjera që po bëhen, kjo është një tjetër përpjekje serioze që përmes rezolutës dhe punës së këtij komisioni synohet për ta fokusuar debatin politik dhe parlamentar dhe atë publik në çështjet e mëdha të shoqërisë, në çështjet e integrimit dhe transformimit të vendit. Së pesti, ky proces është gjithashtu një dëshmi e rritjes së vendit dhe institucioneve të tij, edhe në një këndvështrim tjetër. Mbas reformës në drejtësi, ne ndërmarrim një tjetër reformë të këtyre përmasave e cila në vizion, në konceptim dhe në realizim është tërësisht produkt i vizionit, vullnetit, punës dhe kapaciteteve tona të brendshme. Ne duhet jemi krenar që kemi përgjegjshmërinë dhe aftësinë për të ndërmarrë me iniciativën tonë reforma të tilla parlamentare, si reforma në drejtësi dhe kjo reformë e thellë në këto tre fusha. Fati më ka qelluar që të kryesoj të dy komisionet e posaçme parlamentare, si atë në drejtësi dhe këtë më të fundit, që kanë drejtuar këto procese parlamentare. Dhe nga kjo përvojë e krijuar, e them me bindjen e plotë se tashmë ne kemi kapacitetet për të ndërmarrë hapa të tilla, që vendet të ngjashme me ne nuk kanë pasur kurajon t'i ndërmarrin. Është një tregues shumë pozitiv që ne kemi kapacitetet të tilla ekspertize këtu brenda vendit dhe në diasporë, një pjesë e cilëve janë pjesë edhe ekspertizës ndërkombëtare, përfshi dhe strukturat e Bashkimit Evropian. Ne duhet të kujdesemi, t'i rrisim dhe forcojmë ato mëtej, duke respektuar pavarësinë e tyre intelektuale dhe profesionale. Është kjo arsyeja që ky plan veprimi parasheh si një alternativë të mundshme përdorimin më mirë në të ardhmen të këtyre kapaciteteve në funksion të ekspertizës për procesin ligjvënës dhe sidomos për procesin e monitorimit, mbikëqyrjes dhe kontrollit parlamentar që ushtrohet nga Kuvendi në përputhje me kompetencat e tij kushtetuese dhe ligjore, në përputhje me standardet më të mira ndërkombëtare. Ndërkohë, ne vlerësojmë rëndësinë e ekspertizës ndërkombëtare që na asistojnë në këtë proces me kontribute konkrete. Dëshiroj të theksoj ekspertizën shumë profesionale të ekspertëve të Këshillit të Evropës, projekteve të Bashkimit Evropian,
ambasadës franceze dhe asaj zvicerane, OSBE-s, USAID-it, NDI-t, OGP-s e tjerë, si dhe një sër institucionesh tjera, që na kanë monitoruar dhe asistuar këto 10 muaj në këtë proces. Faleminderit se ka qenë vërtet një ekspertizë e dobishme dhe e mirëpritur. Një falenderim të veçantë duhet bëj për zonjën Valentina Superti, drejtore për Ballkanin Perëndimor në Drejtorinë e Përgjithshme për Zgjerimin dhe Fqinjësinë Lindore në Komisionin Evropian, për prezencën e sotme në këtë event, por edhe për takimin që ajo, si dhe zonja Mozova, drejtoreja e Përgjithshme për Drejtsinë, i rezervuan relatorës dhe ekspertët tanë të shtyllës antikorrupsion gjatë vizitës në muajin shkurt në Bruksel, për bashkëbisedim e fryrshëm me ta dhe sidomos për këshillat e vlefshme adresuar prej tyre, për të cilat dua t'i siguroj që janë mbajtur fort në konsiderat nga ana jonë. E shoh me vend që në fjalën time të bëj një sqarim lidhur me disa pyetje që janë adresuar për faktin se pse ne zgjatëm afatin e komisionit deri në fund të legislaturës dhe pse dokumentin analitik dhe planin e veprimit i kemi miratuar vetëm në parim në komision. Kjo sepse ende nuk është përmbyllur kapitulli 3 i shtyllës sundimi i ligjit, konsolidimi i reformës në drejtësi. Në këndvështrimin ton nuk mund të kuptohet sundimi i ligjit pa drejtësinë dhe institucionet e saj. Gjykuam të arsyeshme që prezantimin e draft dokumentit analitik dhe planin përkatës të veprimit për këtë fushë, që po hartohen nga grupi i ekspertëve të nivelit lartë, dhe sidomos procesin e konsultimit rreth tyre ta zhvillojmë pas zgjedhjeve, duke shpresuar për një periudhë më të qetë të klimës politike dhe sociale në vend. Siç e kam theksuar dhe më parë në qendrimet publike, dhe siç kryeministri Rama në emër edhe të mazhorancës qeverisë ka deklaruar në vimësi këto kohë, ne që kishim vizionin, vullnetin, kurajon dhe përgjegjshmërinë të inicionim dhe realizonim hartimin e reformës në drejtësi, reformën historike më të madhe të ndërmarrë në historinë e shtetit shqiptar, i konsiderojmë të shenjta dhe të pandryshueshme shtyllat kushtetuese të reformimit të drejtësisë shqiptare të miratuara me projektin kushtetues të vitit 2016. Natyrisht, ne kemi edhe detyrimin dhe përgjegjësinë të reflektojmë se si ka ecur zbatimi i kësaj reforme në një periudhë gati 10 vjeçare. Të reflektojmë dhe reagojmë mbi kërkesat për ndryshime të mundshme përmirësuese të bëra nga vetë institucionet e drejtësisë, rreth 150 amendamente të sjella vetëm prej tyre në kuvend, me synimin jo vetëm për të vlerësuar progresin e jashtëzakonshëm të bërë, por dhe për të reflektuar në problematikat e mundshme të vërejtura gjatë zbatimit në praktikë, apo që vetë zhvillimi i procesit dikton për ndryshime për përmirësime të mëtejshme, përfshi dhe reflektimin mbi gjetjet, masat dhe rekomandimet e adresuara në progres raportin e Bashkimit Evropian të vitit 2024, si dhe në raportin e Bashkimit Evropian për shtetin e së drejtës kapitulli për Shqipërinë. Qytetarët shqiptarë vlerësojnë pozitivisht atë çfarë po dëshmon drejtësia e re, sidomos në luftën kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, pastrimin e vetë sistemit nga individ të papërshtatshëm për ushtrimin e këtij misioni, si dhe një sër hapash të tjerë pozitiv që vrehen në këtë proces. Ndërkohë, qytetarët shqiptarë që kanë investuar një besim të lartë te reforma në drejtësi, meritojnë dhe presin zgjidhje konkrete prej nesh për afate më të shpejta të trajtimit dhe zgjidhjes së çështjeve të tyre, akses më të mirë në shërbimet e drejtësisë, menaxhim dhe eficiencë më të mirë të sistemit, cilësi dhe profesionalizëm në hetime dhe gjykime, pavarësi dhe përgjegjshmëri në dhënien e drejtësisë në përputhje me parashikimet kushtetuese dhe standardet më të mira europiane. Ne jemi krenar për çfarë kemi bërë me reformimin e drejtësisë dhe jemi të vendosur ta mbështesim edhe më fort dhe ta konsolidojmë atë më tej. Ne jemi shumë të vetëdijshëm për përgjegjësinë tonë me këtë reformë të re, që synon thellimin e reformave për mirëqeverisjen, antikorrupsionin dhe sundimin e ligjit, dhe besojmë fort se gjithçka që do të dalë prej saj do t'i shërbejë për shpejtimin të ritmeve për përmbushjen e angazhimeve tona në kuadër të procesit të integrimit dhe veçanërisht fuqizimit të demokracisë dhe shtetit të së drejtës për një të ardhme më të mirë për vendin tonë, për gjeneratën e re, të rinj dhe të rejat, për fëmijët, mbesat dhe niprit tanë. Ju falenderit.